Një investim i rëndësishëm në shërbim të pacientëve me sëmundje tumorale është finalizuar në Spitalin Rajonal të Korçës, ku reparti onkologjisë është pajisur me infrastrukturë dhe aparatura të reja mjekësore, fal donacionit të organizatës Albanians Fighting Cancer USA. Nisma synon të përmirësojë cilësinë e trajtimit për pacientët që ndjekin kimioterapi në Korçë, duke shmangur në shumë raste nevojën për t'u transferuar drejt Tiranës. Përfaqësues të organizatës, filantrop dhe stafi mjekësor e cilësuan këtë investim si një hap të rëndësishëm drejt ofrimit të shërbimeve sipas standardeve bashkëkohore, ndërsa theksuan se bashkëpunimi me Spitalin e Korçës ka nisur prej 6 vitesh dhe do të vijojë edhe në të ardhmen me mbështetje të mëtejshme për pacientët dhe sistemin shëndetësor. Duke folur për misionin e organizatës, përfaqësuesja Roberta Panariti tha se ndihma është fokusuar tek spitalet dhe pacientët me kancer, me synimin që trajtimi të afrohet sa më shumë me standardet amerikane. Ne sot jemi në Korçë për të folur për misionin e organizatës tonë Albanians Fighting Cancer. Jemi një organizatë e vogël, e përbërë nga 7 antarë të bordit dhe antarë të tjerë që na suportojnë, na mbështesin, dhe erdhëm në Korçë që të ndihmojmë disa spitale, jo vetëm në Korçë, kemi ardhur në Shqipëri që të ndihmojmë disa spitale, si për shembull shkuam në Lushnjë, në Kukës dhe tani jemi në Korçë për të vazhduar misionin tonë. Dhe sot konsiston kjo ndihmë? Ndihma konsiston më shumë tek spitalet dhe tek pacientët me kancer. Duam që pacientët me kancer të trajtohen ashtu siç duhet, ashtu siç trajtohen në Amerikë. Dhe ne kemi shumë dëshirë që këtë ta sjellim këtu me sa mundemi. Dhe me pajisjet mjekësore që ne i dhurojmë në spital, që të jenë pak më të përparuara se ato që ka spitali, dhe të ndihmojmë aty ku ka nevojë. Aty ku ka nevojë spitali, ne jemi gati të ndihmojmë me sa mundemi. Panariti u ndal më tej tek bashkëpunimi i vazhdueshëm me Spitalin Rajonal të Korçës, duke kujtuar se organizata ka qenë pranë këtij institucioni që prej periudhës së pandemisë. Ajo tha se investimi i fundit ka transformuar repartin e onkologjisë, duke e pajisur me poltrona, pompa infuzioni dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për administrimin e kimioterapisë, me qëllim që pacientët të mos detyrohen të udhtojnë drejt Tiranës për të marrë trajtimin. Ne kemi 6 vjet që kemi punuar me Spitalin e Korçës, edhe ky është viti 6 që kemi filluar që në pandemi, dhe kemi sjellë shumë pajisje mjekësore që nga 4-5 EKG. Këtë vit në janar ne nisëm të mobilonim ashtu siç duhet departamentin e onkologjisë në Spitalin e Korçës. Kjo na mori një kohë të gjatë, po jemi të lumtur sot të themi që e përfunduam me 10 poltron shumë të mirë, të cilësisë evropiane dhe amerikane, njësoj siç janë kudo, dhe të certifikuar, duhet thënë kjo, me shumë pajisje mjekësore që i duhen, sepse onkologjiku nuk e bëjnë vetëm poltronët. Të gjitha pajisjet që duhen për këtë departament, ne i kemi siguruar, për shembull pompat, aget, çdo gjë që ka ky departament, dhe jemi të gëzuar që shikojmë një ndryshim të madh, që pacientët mos shkojnë nga Korça në Tiranë, pacientë me kancer që të marrin kimoterapinë aty, por të qëndrojnë në Korçë. Në këtë nisëm është bashkuar edhe filantropja Fotini Kokeri, e cila tregoi se angazhimi i saj për të ndihmuar pacientët shqiptar lindi nga një histori personale. Humbja e teatit pas një betejë me kancerin dhe përvoja që përjetoi në spitalet shqiptare e shtyn të mbështesë organizatën Albanians Fighting Cancer dhe projektet e saj në Shqipëri. Se babai im ishte me kancer dhe kur atë kisha në Amerikë. Dhe kur ishte në Amerikë ai kishte gjitha kushtet, por thoshte më mungon dashuria e prindërve e vëllait motrës, ai donte të vdiste mes të dashurve të tij. Dhe unë solla në Shqipëri të plotsoja dëshirën për një vit e gjysmë kam shkuar në spitalet e Tiranës që ishin një tmerr i vërtet. Edhe ai e kuptoi që kishte bërë gabim, por me humbjen e tij unë mendova që duhet bëj diçka edhe për shqiptarët e mi. Unë kam 20 e ca vjet që merrem me filantropi dhe ndihmoj shumë spitale në Amerikë. Kur pash sa punë të mirë bënte Albania Fighting Cancer, transparencën që ajo kishte me punën, mendova, e mora në telefon dhe i thash Roberta, unë dua të ndihmoj që të fillojmë të bëjmë një impact edhe në Shqipëri, të ndihmojmë sa më shumë që të kemi mundësi. Ndikimin konkret të këtij donacioni e konfirmojnë edhe mjekët e repartit të onkologjisë. Mjekja onkologe Jusilda Dervishi shprehet se pajisjet e reja kanë ndryshuar ndjeshëm mënyrën e ofrimit të shërbimit, duke përmirësuar kushtet si për pacientët, ashtu edhe për stafin mjekësor. Reparti i onkologjisë aktualisht është tërësisht i rinovuar, fal donacionit të shoqatës Albania Fighting Cancer USA, e cila e ka qendrën e vet në Amerikë, por që mendon për ne shqiptarët. Ata sollën 10 poltrona të standardeve europiane, shumë cilësore, të cilat e plotësuan totalisht pavionin ton
me pjesën e shtretërve që ne në fakt përdorim poltrona. Përveç pjesës së poltronave kanë sjell edhe ndihmat të tjera që janë pompat për infuzionin e kimioterapisë për pacientët të cilët e marrin për orë të zgjatura 24 ose 48 orë kimioterapi. Këto për mendimin tim ishin dhe shumë më të rëndësishme se poltronat, sepse nëse poltronat ne pacientin e shtrim në shtrat, nuk na prish puna. Ma pompat janë shumë të domosdoshme, sepse pacienti merr pompën dhe shkon në shtëpi dhe kthehet për 48 orë vetëm me heq. Dhe ne si të thuash, i kursejmë spitalit një qëndrim, po i kursejmë dhe pacientit një harxhim 48 orë të rikot në spital, sepse pompa bën punën e vet kudo që të jetë. Krahas përmirësimit të infrastrukturës, reparti onkologjisë vijon të përballojë një numër të konsiderueshëm pacientësh gjatë gjithë vitit. Mjekja Dervishi bëri të ditur se çdo ditë 10 pacientë marrin shërbimin e kimioterapisë, ndërsa vetëm gjatë vitit kaluar, qindrat qytetarë janë trajtuar në këtë pavion. Sa pacientë trajtohen në Korçë? Po, një mesatare 10 pacientë në ditë, kështu që të ndryshimin e bën vetë. 10 pacientë në ditë që marrin shërbim, 10 raste domethënë që marrin shërbim kimioterapi në ditë, dhe vitin e kaluar në fakt kishim rreth 300 pacientë që kanë marrë kimioterapi, që është numri i pacientëve të cilët kanë marrë shërbim në pavionin e kimioterapisë. Dhe jo raste të reja, domethënë dua ta theksoj që janë 300 pacientë që kanë ardhur, në varësi të stadit të tyre mund të kenë ardhur 5 herë, 10 herë, 15 herë, po që këta 300 kanë marrë shërbim me kimioterapi në pavionin tonë. Mjekja onkologe përcolli edhe një mesazh për qytetarët, duke nënvizuar se diagnostikimi i hershëm mbetet arma më e fortë në luftën kundër kancerit. Ajo apeloi për kontrolle periodike dhe vëmendje ndaj çdo ndryshimi që shfaq organizmi, pasi zbulimi në fazat e para rrit ndjeshëm mundësitë e trajtimit. Unë them gjithmonë që kontrolli është shumë i rëndësishëm. Kontrolli çdo lloj ndryshimi, trupi të tregon ndryshimet. Thjesht ne duhet jemi të vëmendshëm, ta kuptojmë ndryshimin dhe të bëjmë kontrolle. Kontrollet janë mënyra kryesore për të parandaluar dhe për të luftuar kancerin. Jo çdo gjë që dhëmb është e rëndësishme. Edhe gjërat që nuk dhëmbin janë të rëndësishme. Kanceri, për shembull i gjirit, që është numri më i madh i rasteve që trajtohet aktualisht në spitalin ton, nuk dhem vetëm në stadiet e avancuara, kur ti dhe me përpjekje të mëdha është vështirë të luftohet. Kështu që me kontrolle të paktën një herë në 6 muaj, një ekogjiri, një herë në vit një mamografi, veçanërisht dhe pacientët që kanë një familjar të sëmur me kancer, ata duhet patjetër të bëjnë kontrolle të rregullta. Fal donacionit të organizatës dhe mbështetjes së filantropëve, reparti onkologjisë në Korçë tashmë disponon pajisje të reja dhe kushte më të mira për trajtimin e pacientëve, me qëllim që gjithnjë më shumë qytetarë të marrin kimioterapinë pranë familjeve të tyre, pa qenë të detyruar të udhtojnë drejt Tiranës.